Miqtë dashur, tashmë jam pozicionuar sërish në bllokun e intervistave këtu në këtë këndin e bukur. Jam me një tjetër këngëtar, është Afrim Gashi, që i përket rrymës muzikore popullore. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Si ka nisur karriera jote si këngëtar? Më trego pak. Karriera ime si këngëtar, unë kam qenë gjithmonë kam çmu muzikën. Ka pas dëshirë të këndaj, sidomos popullore më shumti. Këndaj farflar. Kam marrë pjesë në për festivale, në Nadreni, Qëllimbat, në komunën e Ravecit, në fshatin Ndajnë, për çdo vit. Kam marrë pjesë ka njerë aty. Kam marrë pjesë në për tubime dëshmorëve, që do në për restorante gjatë festat dhe vitit të ri. Në për darës më se të mas, kam hobi, kam shumë darës më këndaj, dalavaj, popullore, gjithë shka qalipet. Sa besnik i qëndron ti folklori, sepse sapo më the pak më përpara që folklorin ti e praktikon shumë, domethënë, ti i përket domethënë muzikës popullore dhe sa besnik domethënë i qëndron kësaj rrymë. Ke menduar ndonjëherë ti largosh dhe të merresh me një lloj muzike tjetër, nuk e di, të kalosh nga populloria tek diçka më moderne? Jo, nuk këndaj. E du populloren, ashtu kam dëshirë ta vazhdoj. Po të kalosh nga muzika në një profesion tjetër? Jo, mendoj si nuk të kaloj të profesion. E adhuron muzikën, a? Adhuroj, shumë adhuroj. Teksti, kënga, muzika, gjitha këto në përgjithësi të këngës më e bukur ime që është pjesëmarrëse këtu në festival. Kush ka punuar me të? Ka punu, tekstin e ka bën jetë mirë Ndoka, nga Shqipëria. Në studion Ylvera është bën ngjëzimi. Muzikën e kam bën vetë. Të thotë, kënga më e bukur ime, ma shumë ja kom përkushtuar dashës time, që ajo është këto pranë, edhe publikut, edhe gjithë ata që dëshirojnë edhe kanë qef me pas dashurinë. Më tepër është për dashuri kjo. Suporti më i madh për ty Afrim në jetë, jo vetëm në atë personale, familjare, rrethin shoqëror ku ti bën pjesë, por sa i përket muzikës. Domethënë, cili është personi i cili mbështetesh më tepër për gjetur ndihmë, suport, mbështetje për gjitha aspektet, për sa i përket muzikës tënde si këngëtar? Unë më tepër bashkëpunoj me bashkëshortën time, edhe me mikun Labin, edhe ka edhe shumë këngëtarë tjerë që bashkëpunojmë shtot. Në dasma dhe kështu në ngjëzimet këngëve sa me, do më thonë, punojmë me shumë tjerë. Por sa i përket sërish të referohemi, fokusohemi tek karriera jote si këngëtar, ku anon më tepër Afrimi, tek bashkëpunimet apo tek këngët solo? Më tepër tek këngët solo, po edhe bashkëpunime kam. Kam dojete me bashkëshortën, me Labin e të përzine. Si gjithë këngëtarëve të tjerë, artistëve pjesëmarrësve në Prizreni Music Fest, po të bëj një pyetje për sa i përket të ardhmes tënde, në një të ardhme të afërt, çfarë mendon të bësh për sa i përket muzikës? Ke ndonjë projekt, një plan, një këngë të re, nuk e di? Kam këngë të reja, kam edhe të kryne, kam pa kry, me bo në album, me marrë pjesë në një festival tjetër. Edhe darës ma kam plot ato, nuk e lësha heq. Afrim, një përshëndetje për gjithë ato që po të ndjekin nëpërmjet valve të televizionit Opinion edhe televizionit Tema. I përshëndes gjithë, edhe kam dëshirë, më votu. Përshëndetje gjithë edhe herë. Se jo për të dërguar edhe në gjysmë finale, por edhe fitues në finalen e madhe. Apo jo, suksesit të mëtejshme, Afrim, të urojmë fitoren. Faleminderit shumë, edhe unë i përshëndes, edhe juve, gjithë organizatorëve, edhe adhuroj këtë festival. Për gjithë juve të dashur miq që doni të votoni Afrim Gashi këtu në Prizreni Music Fest, dërgoni mesazhet tuaja në mënyrën e televotimit që tashmë është bërë mjaft e dukshme dhe her pas here e kemi përsëritur, por është afishuar edhe poshtë strishave të ekranit në PMF vend bosh emrin Afrim Gashi dhe mesazhin e dërgoni në 55 666. Ndjekim intervistën e fundit për fazën televizive të Prizreni Music Fest.